Gjatë javës që shkoi, për shkelje të normave të ndryshme të kodit rrugor, janë arrestuar 13 shtetas, janë vendosur 2250 masa administrative. Fokus i monitorimit ka qenë ndëshkimi i drejtimit të automjetit në efektin e alkoolit, si një ndër shkeljet më të rrezikshme dhe më shpesh burim aksidentesh me pasoja, si dhe parkimet dyshe të cilat bëhen pengesë për trafikun në qytet. Konkretisht për këtë shkelje gjatë javës janë arrestuar 10 shtetas. Më tej janë vendosur këto masa: 457 për ndalim, pushim mjeti ose qëndrim të gabuar, 66 për mosvendosje të rripit të sigurimit, 8 për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit, 26 për përdorim të pijeve alkolike, 53 parakalime të gabuara, 1640 për shkelje të normave të shpejtësisë. Policia rrugore e Durrës apelon sërish për respektim rigoros të rregullave të qarkullimit rrugor, si një kontribut publik për përmbushjen e parametrave të sigurisë rrugore për mbrojtjen e jetës, shëndetit të përdoruesve të rrugës dhe për qarkullimin e lirë dhe pa pengesa në rrugë.